إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet për uljet në nshtrimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me merit me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i Tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbar pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, keni frikën e Allahut, me një frikë të vërtetë dhe përgatituni për ditën e ringjalljes, ditën kur do t'japni llogari për çdo vepër të cilën e keni bërë në këtë dunja. Në këtë muaj të Ramazanit, në mesin e hutbeve, do ju përkujtoj me një nga temat më të rëndësishme në Islam. Ajo është një nga shtyllat e mëdha të Islamit. Është dhënia e zakatit, njëkohësisht vlera e sadakës. Të dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur një hadith sahih që transmeton Abdullah ibn Umar. Hadithi është në Bukhari, ka thënë i dërguari i Allahut, bunya al-islamu ala khamsin. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadati an la ilaha illa Allah. E para është dëshmia se nuk ka të adhuruar me merit, me të drejtë përveç Tij. Wa iqamis salah wa itaiz zakat. Falja e namazit, dhënia e zakatit. Do të mjaftonte si një nga argumentet më të mëdha dhe më të fuqishme për vlerën e madhe të zakatit. Nuk është përmendur krahas namazit diç më shumë se sa zakati. Ati'u Allah, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakat. Falni namazin, jepni zakatin. Më shumë se 20 vende në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur krahas faljes së namazit, dhënien e zakatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përzgjodhi Muadh ibn Jabal me shku në Yemen dhe me thirr në Islam, i tha: "Awwalu ma tad'uhum an yuwahhidu Allah jalla wa ala." E para që do t'i thrasësh, pra mi vendos themelet mbi të cilën ndërtohet gjithçka, ajo është me veçu Allahun në adhurim. Pra nuk ju bën dobi të krishterëve nëse ata e besojnë një pejgamber por e mohojnë Muhamedit alayhis salam, apo e mohojnë të adhuruarit të drejtë Allahut. Pra e para që duhet t'i thrasësh është se vetëm Allahu duhet veçohet në adhurim. As Isa i biri Merjemes, as Muhamedi alayhis salatu wassalam. Fa inhum ata'uka lidhalik, nëse ata bindën këtë çështje, fa akhbirhum anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawm wa layla. Dije se Allah ka bë obligim 5 kohë namazit gjatë natës dhe gjatë ditës. Fa inhum ata'u lidhalik, edhe nëse këtë bindën ata, atëherë obligoj ata an ta'khudha sadaqatan min aghniyaihim wa turad ila fuqaraihim. E ke obligim ja marr një pjesë të pasurisë nga të pasurit me i kthy të varfrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij ndodhi një fitnë shumë e madhe. U shfaqën renegatët, ata të cilët nuk pranuan me dhënë zakatin. Filluan tentimin e parë me ndryshu këtë Islam pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por çdo njeri i logjikshëm duhet kuptoj se askush nuk mund ta ndryshoj këtë Islam
deri në ditën e gjykimit. Pra edhe deri sa në ato momente kur do të vjen Isa ibn Maryam, do të mbron këtë islam, sunetin e pejgamberit alayhis salam. Goditja e parë që tentuan me ndryshu është me thonë që ne nuk e patëm tani me nuk e kem obligim dhënien e zakatit. Dhe kjo ishte një sfidë e madhe për besimtarët. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, do t'i luftoj këta renegat, kush mandan zakatin prej namazit. Ash ishte një sprove madhe sa që edhe Omeri radiallahu anhu për një moment tha, o emirul mu'minin, këta njerëz që tani po thojnë ne falim namazin, ne besojmë Allahun dhe ditën e gjykimit, derisa Ebu Bekri radiallahu anhu tha, elejset i zakatu min haqqi la ilaha illa Allah, a nuk është dhënia e zakatit nga pjesa e fjalës la ilaha illa Allah, wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat. Pasha Allahun, do t'i luftoj ata që mandajnë këtë çështje. Wallahi law mana'uni iqalan. Dhe ka marrë një shembull, Ebu Bekri radiallahu anhu ka thënë, edhe atë kërpeshin e deveve nëse nuk e japin, laqateltu ala man idhalik. Një transmetim, inaqan, pra të voglin e deves, kanë yu'addunaha ila rasulillah, që e kanë dhonë kohën e pejgamberit alayhis salam, laqateltu ala man'iha, do t'i luftoj për këtë çështje. Qale Omeri radiallahu anhu në këto momente ka thënë, fama hua, apo transmeton me tej, fama hua illa an araftu anna Allah qad sharaha sadra Abi Bakr. Pasi që e pash se gjoksi i Ebu Bekrit me u zgjeruan këtë çështje, pra ishte i bindur në atë që thonte, e kuptova fa araftu annahu al-haqqa, e kuptova se vërteta është me Ebu Bekri. Dhe Ebu Bekri e shkatroi këtë ide. Pra çështja e zakatit është për çështjeve të rëndësishme në Islam. E për çka do të thotë zakat? Ku është urtësia? Për çfarë duhet i jepet zakati? Për argëtim kësaj dynjaje? Ja çfarë thot Allahu subhanahu wa taala. Innama sadaqatu lil fuqara. Zakati duhet i jepet një pjesë e pasurisë. Innama sadaqatu lil fuqara, për ata cilët janë të varfër. Fuqara, pra janë skajmërisht të varfër. Wal masakin, edhe ata cilët kanë diç, mund të kenë rrogë, mund të kenë diçka nga pasuria, por nuk dalin deri në fund të muajit. Wal amilina alejha, ata cilët e marrin përgjegjësinë e mbledhjes së zakatit. Wal muallafati qulubuhum, dhe ata me të cilët mund të joshim në Islam, mund të joshim në udhëzim, apo grabiçarët mund të joshim rrugën e drejtë, mund të japim që të mos bëjnë krime dhe vjedhje. Po ashtu wa fi riqabi, ata që janë zënë rob luftë, pra me parët zakatit mund nxirren nga burxhet. Wal gharimina, ata cilët janë ngarkuar me borxhe. Wa fi sabilillah, ata cilët bojnë xhihad. Wa ibn sabil, ai cili ka mbetur rrugë dhe nuk ka ndihmë. Faridatan min Allah. Ky është obligimi prerë nga Allahu. Wallahu alimun hakim. Allahu është më i urti, pra i gjithdituri. Të dashur besimtar, zakatin duhet dhe sadak me dhënë, sepse Allahu ashtu siç ka ndëruar ty, ti duhet jesh mirënjohës dhe falendrues ndaj Allahut. E para, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë el yadul ulya khairun min el yadi sufla. Dora e lartë është më e mirë se sa dora e poshtë, e ulët. Çka do të thotë kjo? Dora që jap është më e mirë se sa dora që merr. Prandaj bëhu falendërues nëse je nga ata të cilët ke mundësi me dhon. Kjo dorë është më e mirë dhe më e dashur te Allahu se sa ajo dorë që merr. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merrë një pjesë zakatit pasurisë dhe që me atë ata të pastrohen dhe të jenë të lirjen nga, pra të pastrohen nga gjunahet. Pra njeriu ka gjunahet shumëta, me anë të dhënies së zakatit pastrohet nga mëkatet. Po ashtu, wa tuzakkihim biha, njeriu ka morale të ulta nga natyrshmëria dhe me dhënien e zakatit, pa tani më ai eviton kopracin, e eviton
mendjemallësin, jep në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, ajo që ka më shumë ti njeriu ti duhet nga dhënia e zakatit është momentet më të vështira. Ajo është në ringjallje, në ditën e gjykimit. Ja çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, anfiqu mimma razaqnakum, jepni, shpenzoni nga ajo që ju kemi dhënë neve. Ne. Pra, Allahu nuk po thret me dhënë ti zakat nga ajo që ti është pasuria jotja. Pasuria është e tëra Allahut, po ty ta ka dhënë përkohshme në këtë dunja. Sepse po të mos ishte dëgjimi, shiqimi, shkathësia, mendja, shëndosh, trupi, ajri, ujë, të gjitha këto, ti s'mund të arritësh do të me dhënë nga pasuria që ta ka dhënë Allahu. Prandaj Allahu po thot, shpenzon nga ajo që ta kemi dhënë ne. Para se të vi, min qabli an ya'ti yawmun, para se të vi një ditë. Çfarë është ajo ditë? La bay'un fi. Krejt shka kiti nga pasuria e atë ditë nuk të bën më dobi. Wala khulla, as ka mitësi, ndihmetar, as gjë. Wala shafa'a, as ndërmjetësues. Wal kafiruna hum adh-dhalimun. Pa besimtarët janë më të vërtetë zullumçar. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yatasaddaqu ahadun bi sadaqatin min kasbi tayyib. Çdo kush për ju që jap sadak nga pasuria e mirë, illa akhadhaha Allahu bi yaminihi, veçse Allahu me të djathën e tij do ta merr, fe yurabbiha, do ta rrit pasurinë e tij li sahibiha, pronarit tij, kama yurabbi ahadukum fuluwa. Ashtu siç ndonjëri për jush e rrit mezin e vogël, pra të voglin e kuajve, që e rrit është i kujdesshëm dhe i rritet në mënyrën shumë më të mirë kur ai kujdeset për të, saqë thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, hatta takuna mithul jabal. Shpërblimi i madh që ti i jap në rrugën e Allahut do të bëhet kodër në ditën e Kiametit. Pra, ittaqinara walau bi shaqqi tamr, jap sadak qoftë edhe një gjysmë hurme. Një gjysmë hurme e vogël, por do të jetë sa male të mëdha në ditën e gjykimit. Kjo është nga mirësia e Allahut që ja ka dhënë robit në këtë dunjë. Të dashur besimtar, transmeton Mutarrif ibn Abdullah në hadithi është Muslim, thot kam ardhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe citoj ajetin alhaakumut takathur. Veçse ju shkatroi ju pasuria. Pra sa njerëz i shkatron pasuria. Sa njerëz mashtrohen për shkak të pasurisë. As zeqat, as haxh, as namaz, as moral, as gjë nuk ka. As respekt ndaj njerëzve, as prindërve, as edukim, as gjë. Pasuria shkak me shkatru krejt, dunjan dhe ahiretin. Hatta zurtumul maqabir, derisa ju të varroseni, atëherë kuptoni realitetin. Por më tej, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith. Yaqulu ibn Adam, biri Ademit thot mali, pra tër koha është angazhimi, dunja, pasuri. Pasuria ime. Ka thënë, wa hal laka ya ibn Adam, o biri Ademit, ç'është me këtë pasurinë tënde? Min malika illa ma akalta fa afnayt. Kjo pasuria jote ose është ushqim dhe pas ushqimit ajo prishet, pra merr fund. Au labista fa abnayt, ose veshesh dhe ajo po ashtu pas një kohë prishet. Au tasaddaqta fa amdayt, apo jap sadaka ajo mbetet. Pra ushqimi s'mbetet, pija s'mbetet, veshet nuk mbesin. Çfarë mbetet? Pasuria e madhe është ajo e cila jap rrugën e Allahut dhe ti do ta gjesh në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu të këtë thënë, është pyetur pejgamberi alayhis salatu wassalam, një njeri ka ardhur nga një fis dhe ka pyetur, pastaj ka kërkuar, i ka dhënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa jaa rajulun fa atahu ghanaman bayna jabalain. Ka ardhur tjetri i ka dhënë, ka pas një kope, në periudha të caktuara i dërguari i Allahut ka qenë i varfër, por ka qenë edhe i pasur. Ka pasur një kope me delën mes dy kodrave. Fa raja ila qaum, ja ka dhënë të tërë një njeriu. Fa qali ya qaum, kjo jo vetëm se tregon bujari, por edhe guxim, sepse njeriu duhet të jetë edhe i guximshëm me dhon këtë pasurinë. Ai e mori pasurinë dhe u kthye te populli i vet dhe i tha: "Ya qaum, o popull, aslimu, pranoni Islamin." Sepse unë takova një njeri, fa inna Muhammeden yu'ti ata'an, ai jepte la yakhsha al-faqa, pra nuk i friksohet varfrisë, transmeton Muslimi.
Po ashtu transmeton Imam Ahmed, dhubihat yawman shatun wa qad dhubihat yawman fi bayti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shat. Një dele ishte pra kishin prej në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, fa tasaddaqu biha. Dhe kishin marrë dele, pasi që e kanë prej, e kanë shpërnda. Fasalahum amma baqiya minha. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka pyet bashkëshortet e tij dhe i ka thënë: "Çfarë ka mbetur nga kjo që është prej?" Fa akhbaruha, kanë njoftuar se ennehu lam yabqa illa katifaha. Pra krejt asgjë s'ka mbet pos shpatullës së saj. Pra vetëm shpatulla i ka mbet. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Baqiya kullaha ghayra katifaha." Krejt ka mbet përveç shpatullës. Pra vetëm shpatulla s'ka mbet, sepse do të hajmë ne tani. Dhe aty s'ka shpërblim. Shpërblimi ku është? Ajo që është shpërndan rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, an Ebi Hurajra radhiyallahu anhu qal, transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ma naqasat malun, ma naqasat sadaqatun min mal." Asnjëherë lëmosha sadakën nuk e pakson pasurinë. "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Asnjëherë nuk e ul Allahu njeriu i cili fal, çdo herë është i ngritur. Pra ai që është fal, njeriu që është me karakter ja fal gabimin të tjerëve. "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dhe asnjëherë nuk ulet poshtë ai i cili është modest, çdo herë ngrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton Imam Muslimi. Po ashtu është një poezi e bukur ku thot autori arab: "Ta'awwada basta al-kaffi hatta law annahu." Është mësuar dora ati që me dhanë. Dhe kur tenton grushtin, një moment caktuar nuk don me dhanë, çfarë thot? "Arada inqibadan lam tuti'hu anamiluhu." Por gishtrinët e tij nuk e lojnë me u bashku. Pra i mësu dora me dhanë, dhe kur tenton ai me shtrëngu, pra i cili edukohet me dhon rrugën e Allahut. Pra që nga veçlia, nga prindit ka tradit, mos me qenë koprat, mos me qenë do shtërngut, mos me qenë i shtrenjtë, thojmë si është në thënie popullit, pra me qenë bujar, me qenë gjymert. Ja çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, të dashur besimtar, sepse sadaka, lëmosha, dhënia e zakatit, dhënia e sadakës është nga veprat më të dashura të Allahut, ajo që të ndihmon momentet më të vështira. Ka thënë Allahu: "Wa anfiqu mimma razaqnakum", japni sadak, japni lëmosh nga ajo që të kemi dhënë ne juve, min qabli an ya'ti ahadukumul maut, para se të vi momenti i vdekjes. Fa yaqul rabbi, njeriu kur të vi meleku i vdekjes më marr shpirtin, do të thotë: "Laula akhartani", sikur të më kishe vanuar edhe pak, më mushtyje xheli edhe pak. Cila është brenga këtij njeriu? Fa asaddaqa, pra fa asaddaqa, të japi sadak, pra me dhën rrugën e Allahut, wa akun min as-salihin, dhe të jem nga njerëzit e devotshëm. Lutim Allahun me emrat e tij të përsosur, me cilësitë e tij të përkryera, që të na jap rrugën e Allahut mirësi, dhe të na bëjë nga ata që japim zakatin, që ata që e kanë obligim, të japin sadak ata me mundësitë e vogla që i kanë, sepse kjo është, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith që transmeton Imam Tirmidhiu: "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a", sadaka lëmosha e shlyn gabimet, kema yudfi'ul ma'u an-nar, ashtu si zjarrin e shuan ujë. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Sadaqatu sirri", sadaka që jepet fshehurazi, tudfi'u ghadab ar-rabb, e shuan zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahun që të na bëjë për këtyre besimtarë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falenderoj Allahun e lartësuar, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të dashur besimtar, Allahu në librin e tij ka thënë: "Wa wailul lil mushrikin", mjerë për mushrikët, idhujtarët, alladhina la ya'tuna az-zakata, ata cilët nuk e japin zakatin, wa hum bil akhirati hum kafirun, dhe që mohojnë ringjalljen. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata", ata të cilët
yeknizun, pra vetëm grumbullojnë pasuri, qoftë ari, argjend, apo të gjashëm nga vlera me to, la yunfikuna, por nuk japin rrugën e Allahut. Fabashirhum bi'adhabin alim, përgëzoj ata me një dënim të dhimbshëm. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Atë ditë kjo pasuri do të çndrohet në zjarr, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Me atë do të damkoset pra balli, shpina dhe anët. Pastaj thot, hadha ma kanaztum, kështu ju thuhet ditën e gjykimit. Kjo është ajo që keni krumbulluar li anfusikum, fadhuqu ma kuntum taknizun. Pra shijoni atë që e keni grumbulluar. Po ashtu të dashur besimtar, ai i cili jap do të shumëfishohet, ka thënë Allahu yamhaqullahu riba. Allahu ja humb bereqetin kamatës, kreditave, o yurbi sadaqat, dhe i jap dhe shumëfishim të madh sadakës që jepet rrugën e Allahut. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, shembulli atyre që japin rrugën e Allahut është kamathali habbatin, sikur shembulli kur një kokër e mbjell, anbatat 7 sanabil, nga ajo kokër dalin 7 kallin, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, nga çdo kallin dalin 100 kokra. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu kujt e don ja shumon pasurinë. Wallahu wasi'un alim, Allahu është i gjithditur për çdo gjë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na thret se të devotshmit janë ata cilët yunfikune fi sarra'i wad dharra, ata që japin kur edhe në momente të vështira, edhe kur janë pra në gjendjet e mira. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka thënë i dërguari i Allahut, që është hadithin Buhari dhe Muslim, tasaddaqna, në hutben e Bajramit ka thënë tasaddaqna, ju ka drejtuar veçanti grave, fa inna aktharakunna hatabu jahannam, sepse ju jeni më shumë që do të hyni në zjarr. Është ngritur një grua në mesin e besimtarëve, gra, dhe ka thënë, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, pra cila është arsyeja që më shumti? Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, li anna kunna tukthirna ash-shakata, sepse gratë ankohen shumë, o tukthirna al-ashira, dhe janë përbuzëse ndaj bashkëshortëve të tyre. Pra sa të mira kontribon bashkëshorti, në fund ajo prap ankohet, prandaj është një pikë shumë e ndihshme. Pastaj ka thënë transmetuesi ku thot fej'alne yatasaddaqna, kanë fillu gratë duke nxjerr ato arin e tyre, stolitë e tyre, dhe në atë teshen e Bilalit i kanë mbledhur për mi dhon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Të dashur besimtar, lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na udhëzojnë në rrugën e drejtë, na largojnë nga haramet, na bëjnë nga ata cilët kanë mundësi me dhënë zakatin, e ata cilët kanë çfarë do mundësie të letë për me dhënë sadak në rrugën e Allahut. Kjo do të jetë për ty argument, sepse argument, siç ka thënë sadakatu burhan, sadaka është argument që njeriu ka iman, ka besim, dhe sigurisht do ta gjesh shumë fishuar në ditën e gjykimit, dhe do t'i lehtëson Allahu brengat e dunjas në këtë dunja. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.